Gjithçka. Me pasata, me forfera, me tavane, me gjithçka. Shokët, policia pastaj. Gjendja ishte shumë katastrofe, domethënë gjithçka kishte kryer punë, kur ka marrë dhunë kishte punë gjithçka. Deri tani akoma jo. S'ka sinjeri. A thonë do vim, vala, ditë pushim se ditë pash. Vremën e tëre, veç pasatet e tona shkojnë 5.000 euro, pa marrë, pa ekspresa, pa gjithçka. Gjithçka jashtë funksionit. Po, unë kam Berberhanën, që kisha këtu. Një po, nuk e di, domethënë, që të shtunën që kemi mbyll, nga ora 9:30, dje nuk kena qenë punë për shkak të festës. Nga ora 11 më telefonoj një klient që banon këtu Shqipër dhe tha ka ndodhur një shpërthim, tha, këto afër punës sane, dhe jam nis direkt kam marrë këtu, po nuk ja kam idenë fare, as nuk kam pa gjë, as nuk kam dëgjuar gjë si që thuhet rreth gjithë kësaj. Po dami është e muri i gjithit. Nuk e di, pa isje po. Me lavatese, me poltrone, me gjitha. Të paktën rreth 2.000 euro po. Po vetëm që kanë qenë këto të zjarr fikse që kanë bo, nuk e di, nuk është të ka arkush tjetër. Ja, akoma ja. Presim deri nesër.